A keni dëgju për rastin e 3 fëmijëve në Spanjë ku prindrit e tyre i kanë mbyll brenda në shtëpi pas pandemisë? Po pse një familje është dashur me u mbyll në atë mënyrë shumë kohë pas izolimit? Një shpjegim i mundshëm është diçka që quhet hipokondria ose ankthi i tepruar për shëndetin. Hipokondria nuk është thjesht kujdes për veten, po është frikë e vazhdueshme se ki një sëmundje serioze edhe kur analizat tregojnë se ti je mirë. Shpesh njerëzit e kontrollojnë trupin vazhdimisht për simptoma, lexojnë pa pushim për sëmundje ose shmangin vende nga frika se munden me u infektu. Pandemia e Covidit e ka rrit këtë frikë të shumë njerëz. Studimet tregojnë se izolimi i gjatë dhe mesazhet për rrezikun e vazhdueshëm e kanë bërë më të lehtë me zhvillu ankth shëndetësor. Në raste ekstreme, si ky rast, frika e prindërve nuk ndikon vetëm te ata, po edhe tek fëmijët, duke u akufizuar jetën, shkollën dhe zhvillimin. Hipokondria nuk është e pashërueshme. Terapia kognitiv behaviorale për shembull mundet me ndihmu që njerëzit me sfidu mendimet katastrofike edhe me i zbut frikrat. Te a mendon që pandemia e ka rrit edhe tek ju këtë lloj frike për shëndetin? Kallëzojmë komente dhe për më shumë video si kjo, subscribe Urbanin YouTube edhe në krejt platformat e tjera.